Ndonjëherë, vullneti Perëndis do të na çojë në vende të parehatshme, sepse ne nuk rritemi kur çdo gjë është ashtu siç duam ne. Ne rritemi kur gjërat nuk janë siç duam ne të jenë dhe kur veprojmë ashtu siç Jezusi dëshiron që ne të veprojmë. Pali tha dhe unë gjita si pas një zbulese dhe ushtjellova atyre ungjillin. Vargu 2, Galatasve 2. Ushtjellova atyre ungjillin që unë po predikoj ndër jo hebrejt, por në mënyrë të veçantë atyre që kishin më shumë emër që të mos bridhja ose vrapoja më kot. Vargu 6 më pëlqen, por nga ana e atyre që gëzonin një farë kredie. S'ka rëndësi se kush ishin, Perëndia nuk shikon dukjen e njeriut. Pra ata që gëzonin kredin më të madhe nuk shtuan gjë tek unë. Me fjalë të tjera, ç'po thot ai? Nuk më bën përshtypje pozita juaj. S'më bën përshtypje titulli që keni. A mund t'ju them diçka? Fakti që ju bëheni bashkëpunëtor dhe arrini të njihni 10 nga njerëzit më të rëndësishëm të kishës suaj, ata që i quani grupi, mund t'ju them se nuk ju shton juve as pak vlerë, e vetmja vlerë që kemi është kush jemi në Krishtin. Dhe vërtet, një krishter i zgjuar, në vend që të kërkoj dikë që është i rëndësishëm e të mendoj se ai mund t'ia shtoj vlerën, më mirë të kërkoj dikë që është i vetmuar dhe dikë që duket sikur nuk ka ndonjë mik, le të shkoj tek ai e të bëhet mik me të dhe pastaj Perëndia ju ngre në detyrë. Po, e kuptoni këtë. Amen. E dini, nëse do t'ju thosha, dua që të vish dhe të ham drek bashk sot, dhe e dini çfarë? Kjo s'do t'ju bëj as pak më të rëndësishëm se dikush tjetër, sepse nuk janë njerëzit ata që na i japin neve rëndësinë, por është Perëndia ai që na i jep rëndësinë. Dhe gjithë secili prej jush është po aq i rëndësishëm sa gjithë të tjerët. Nuk është puna juaj që ju bën të rëndësishëm. Pastruesja është po aq e rëndësishme sa edhe drejtori. Nuk e kam iden se ku e kam futur veten. Pastaj më pëlqen vargu 8, thot sepse ai që kishte vepruar në mënyrë të fuqishme në Pjetrin për apostullim tek të rrethprerët, kishte vepruar në mënyrë të fuqishme edhe në mua për jo hebrejt. Thelbi është Perëndia punon përmes secilit në mënyra të ndryshme dhe kur ju filloni të mendoni se duhet të bëni atë që dikush tjetër po bën dhe e mohoni se kush jeni, do të keni probleme. Unë u përpoqja të isha njerëz të ndryshëm, sa arrita në pikën ku se dija kush isha. U përpoqja të isha shumë e ëmbël si gruaja e pastorit. Madje u përpoqja të ndryshoja zërin sepse ajo ishte bjonde me sy bëqelli dhe kishte një zë të ulët e të ëmbël dhe kishte dhuntinë e mëshirës. Njerëzit shkonin tek ajo për këshillim dhe ajo thoshte, më trego më shumë, dua të dëgjoj çdo gjë, më trego. Unë mendoja, të lutem shumë mos më trego asgjë. E dija çfarë problemi kishe 2 sekonda pasi hyre këtu. Tani nëse ti... Forca. Por unë mendoja dhe në fakt u përpoqja ta ulja zërin, por njerëzit më thoshin, ka ndonjë gjë që nuk shkon? Çfarë? Dëgjoni, nuk mund... s'mund të shtireni se jeni dikush tjetër. Perëndia s'do t'ju ndihmoj kur të jeni dikush tjetër. Më mirë përpiquni të jeni vetja juaj, sepse gjithë të tjerët janë të zënë. Joyce, kur të rritem dua të jem kështu si ty. E po, kënaqem që mund të jem shembull, por mos u bëni si unë. Shkoni përtej vendit ku kam shkuar. Le të mos synojmë të jemi dikush tjetër dhe t'i kërkojmë Perëndis të jemi versioni më i mirë i vetes son. Këtë po bënte edhe Pali, përpiqej të ishte versioni më i mirë i vetes. Ai tha, s'më bëjmë përshtypje ata që duket se kanë influencë, s'më duhet miratimi tyre. Unë do të ndjek Perëndin. A ka ndonjë në këtë sallë sot që ka aq guxim sa të thotë, unë do të ndjek Perëndin, edhe nëse kjo do të thotë se do të humbas të gjithë miqtë mi.
Vërtet, apo e jetoni jetën tuaj bazuar tek mendimet e të tjerve? Po çfarë do të mendojnë ata? Çfarë do të thonë ata? E po, ata thonë s'mund t'i veshësh këto ngjyra. Ata thonë këta flokë janë në mod. Ata drejtojnë jetën tonë dhe ne se dim se kush janë. Mirë, pas kam disa njerëz që më mbajnë të inkurajuar, kështu që do të vazhdoj. Oh, më pëlqen kjo, vërtet. Ne mund të shohim nga këto shkrime se Pali dinte si të priste për kohën e Perëndis. Sa nga ju e dinë se nuk presim shumë mirë. Pasi Pali kaloi 3 vite duke kërkuar Perëndin. A i shkoi dhe u takua me Pjetrin për 15 ditë. I vetmi apostull tjetër që takoi ishte Jakobi. Dhe pastaj u largua për 14 vite. A i priti për kohën e Perëndis në jetën e tij. Le të mësojmë të presim për kohën e Perëndis. E dini, shumë herë kur jemi thirrur të bëjmë diçka, e ndjejmë shumë fuqishëm atë thirrje, por mund të mos e kuptojmë kohën. A ka ecur ndonjë nga ju para Perëndis? Në rregull. E dini çfarë? Mos u ndjeni keq për këtë. Të gjithë e bëjmë. U përpoqja të dilja në televizion para se Perëndia ta bënte. Dhe mora vetëm një letër në 6 muaj. U përpoqja të drejtoja një program, por s'jam drejtuese programi. Unë nuk li asnjë që të fliste. Është e vërtet. Kishim shumë të ftuar në programin televiziv, ata më sillnin njerëz që i intervistoja, por po merrnim shumë ankesa, njerëzit na shkruanin, përse Joyce nuk la asnjë të ftuar që të flas. Dhe unë s'jam e mirë për këtë gjë, jam e mirë për të folur, por jo shumë e mirë për të lënë të tjerët të flasin, dhe kështu më në fund arrita në pikën ku thash, duhet më ndihmoni, nëse unë i ndërpres njerëzit, apo e dini, nuk po i lë që të flasin, më bëni një shenjë dhe ata pas s'kene bënin. Jam aq larg për sosmëri sa është për të ardhur keq. Por e dua Jezusin dhe ai më do mua. Dhe e dini çfarë? Dhe mendoj se ai mendon se jam e lezetshme sepse nuk la asnjë që të flas. Ja ajo gjë që ju duhet të kuptoni. Perëndia se zbuloi papritur se ju jeni rëmuj. E të thoshte, o, sa puni kam hapur vetes. A i di çdo gjë në lidhje me ne, çdo gjë të gabuar që do të bëjmë, çdo fjalë që ende se kemi thënë, çdo mendim që akoma nuk e kemi menduar. Nuk ka asgjë në lidhje me ju që Perëndia nuk e di dhe ai ju do gjithsesi. Ai e di fundin që nga fillimi, ai sheh zemrën tuaj dhe nëse ju nuk hiqni dorë nga Perëndia, ai kur nuk do të hiq dorë prej jush. Dhe ai që ka filluar një punë të mirë me ju do ta përfundojë dhe do ta plotësojë patjetër atë. Ju po shkoni drejt realizimit të diçkaje të madhe. Amen. Predikuesi 3:11, ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet. Wow. Galatasve 4:4, por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje të nështruar ligjit. Për mbushja e kohës, përse se dërgoi Jezusin më shpejt? Njerëzit vuanin, u duhej një shpëtimtar. Pse pikërisht në atë moment? Vetëm Perëndia e di dhe ai nuk do të na e thotë. A ti i pëlqejnë sekretet? Sa nga ju i pëlqejnë misteret? Atëherë do t'ishte mirë t'ju pëlqente të shoqëroheshit me Zotin. Sepse ka gjithmonë mistere me të, është si çfarë do të ndodhë më pas.
Kjo është bukuria e saj, nëse drejtoheni nga fryma, kur nuk e dini se çdo të sjell dita. Tani nëse jetoni nën ligj mund të keni një sër rregullash, do të bëni këtë gjë në 8 dhe këtë në 9 dhe çdo mëngjes do të lexoni këtë kapitull, do të luteni 1 orë me orën përpara, por po ju them, kur e prisni litarin e varkës që ju mban në mol dhe lëshoni veten në oqeanin e dashurisë së Perëndis, ju nuk e dini se çfarë do të ndodh. Unë nuk e di se për sa kohë lutem gjatë ditës. Jam e kënaqur që nuk numëroj më minutat. Kjo është marrëzi. Sa na pëlqen të bëjmë përshtypje të tjerëve. Unë lutem 2 orë çdo ditë, po shumë mirë për ty. Mbaje për vete këtë, për ndryshe thjesht po mburresh dhe askush nuk do t'ja di. Amen. Unë nuk e di se sa kohë lutem, unë nuk e di se sa vargje lexoj nga Bibla çdo ditë. Duke sikur s'ke disiplinë, po kam disiplinë. Gjëja e parë që bëj çdo ditë është që kaloj 2 orë me Perëndin, sepse kam frikë të mos e bëj këtë. Nuk ka shanse që të dal nga shtëpia dhe të veproj siç duhet të veproj, nëse nuk kaloj kohë me Perëndin. Kur unë fillova të kaloj kohë me Perëndin në mëngjes, adoleshentët e mi ishin adoleshentë atëherë. Kjo ka ndodhur kohë më parë. Thoshnin, duhet të shkosh patjetër në atë dhomë, as mund të na bësh më parë mëngjesin. U thosha, jeni adoleshent, hidhini vetë drithrat në tas. Më mirë falenderoni Zotin që unë po hy në atë dhomë. Sepse nëse nuk hy, nuk ka për t'ju pëlqyer dhe aq shumë dita e sotme. Sa nga ju kanë nevojë që Perëndia t'i dërgojë në atë dhomë, që ata të mos në rregull? Sa nga ju kanë hyrë atje dhe janë diplomuar nga Universiteti i Shkretëtirës? Perëndie, kam bërë dhe unë. A e keni vënë re se sa shumë shërbëtor që Perëndia i ka zgjedhur kanë kaluar kohë në një vend që quhet Shkretëtir, para se Perëndia t'i ngrinte në pozicion. Faktikisht, kur Perëndia ju thërret, Shkretëtira është vendi i parë ku do të shkoni. Në fakt, e keni kuptuar këtë, nuk kam pse ta shpjegoj, e dini shumë mirë se çfarë dua të them. Çfarë është Shkretëtira? Është një vend i izoluar. Është një vend i vetmuar, një vend i braktisur, një vend i mbyllur, një vend jo i populluar. Unë isha e famshme derisa vendosa t'i përkushtohesha Zotit. Pastaj papritur nuk isha mas një mik. Familjarët ta nuk donin të kishin fare lidhje me ne. Vërtet, mendoja se kisha bërë gjën e drejtë dhe të gjithë do të gëzoheshin që Perëndia më thiri të predikoja. Dhe nuk rezultoi të ishte as pak kështu. Dhe ndihesha shumë e vetmuar. Unë bëja atë që mendoja se Perëndia po më kërkonte. Dhe kaloja shumë vuajtje, gjërat nuk po bëheshin më mirë. Pastaj bëja diçka tjetër që mendoja se Perëndia po më kërkonte dhe kaloja vuajtje. Unë prisja një fitore të menjëhershme. Kur Perëndia më thiri të predikoja, prisja që të kisha një shërbes barbotërore menjëherë. Po nuk funksionon kështu. Amen. Kalova 5 vite duke mësuar 25 njerëz në dhomën time të ndenjes. E kam thënë edhe më parë këtë gjë, kur unë fillova të mësoja fjalën e Perëndis, ulesha dhe pija cigare gjatë gjithë kohës që jepja mësim. E visha pantallona të shkurtra, aq të shkurtra sa s'kishte ku të shkonte. Dhe ju thoni, po s'besoj se Perëndia do ta përdorte një njeri të tillë. Po, e keni gabim. E dini pse? A i vajosi një gomar që t'i predikonte një profeti që s'donte ta dëgjonte ato. Unë aq dija, aq bëja. Nuk dija më mirë se aq, dhe ajo që bëja nuk do të funksiononte nëse do ta bëja sot. Por unë po ju them se Perëndia do t'ju thëras aty ku jeni, a i do të përdor njerëz që duket sikur janë njerëz që s'ka gjasa të përdoren prej tij, por ju nuk kualifikoheni prej asgjë tjetër, veçse prej vajosjes së Perëndis. Por gjëja e mirë është se ai sheh fundin nga fillimi, ai sheh jo vetëm vendin ku jeni tani, por sheh edhe vendin se ku do t'jeni. Ai e njeh zemrën tuaj.
Dhe kështu, Universiteti i Shkretëtirës është projektuar për të na ndryshuar ne që të veprojmë më shumë si Perëndia. Devi më tha, hiqi pantallonat e shkurtra. Kështu unë vesha më shumë rroba dhe e lash cigaren, dhe 40 e ca vite më pas jam ende këtu. Kështu ju mund t'i quani këto vitet e kaluara në Shkretëtirë, çfarëdo dhe kudo qofshin ato vite. Mund të jetë një punë që e urreni, por Perëndia s'do ta lini. Mund të jetë një marrëdhënie me dikë që nuk mund ta duroni dot, por që Perëndia ju thot ta doni atë person. S'mund të mësoni të doni njerëzit e vështirë nëse të gjithë rreth jush janë të dashur. Forca. Perëndia do t'ju fus në grack me ca njerëz të këqinj. Vërtet, me njerëzit që nuk ju trajtojnë mirë dhe ai do t'ju thotë të jeni të sjellshëm me ta dhe t'i falni ata çdo ditë. Forca tani. Ndoshta do të filloni një punë ku do të jeni vetëm i krishterë dhe njerëzit aty do t'ju trajtojnë shumë keq. Ju jeni në Shkretëtirë. Disa vite atje do t'ju ndryshojnë. Sa nga ju e dinë se duhet të ndryshojmë. Jozefi u diplomua në Universitetin e Shkretëtirës. Ai pa një ëndër. Duke sikur Perëndia do të bënte gjëra të mëdha. Gjëja tjetër që i ndodhi pasi e tregoi ëndrrën e tij ishte se vëllezrit ju kthyen kundër dhe e shitën tek disa tregtar sklevrish. Mirë, përfundimisht u bë guvernator, por në fillim kaloi 13 vite në Universitetin e Shkretëtirës. 2 nga ato vite në burg për diçka që nuk e kishte bërë. Por ja se çfarë më pëlqen këtu. Ai ishte 17 vjeç kur u shit si skllav, 30 vjeç kur u bë guvernatori i Egjiptit. Por Perëndia ishte me të. E shihni, kjo është pikërisht këtu. Patriarkët, veprat e apostujve 7:9, duke pasur Smir Jozefin, e shitën atë në Egjipt, por Perëndia ishte me të. Nuk ka rëndësi fare se kë humbisni, për sa kohë që Perëndia është me ju. Nuk ka rëndësi nëse jeni i vetmi besimtar në familjen tuaj. Lulëzoni aty ku jeni mbjell. Le t'ju përdor Perëndia si një shembull. Lutuni për njerëzit që ju keq trajtojnë. Mos u lëkundni. Për sa kohë që Zoti është me ju, në fund do të jeni të suksesshëm. Mojsiu, 40 vite, e imagjinoni do 40 vite në Shkretëtirë me 6 milion judenj që ankoheshin? Mendoni që t'u vini fre fëmijëve, imagjinoni 6 milion. Dyzet vite. Elia pati përvojë në Shkretëtirë. Davidi u vajos për të qenë mbret që në fëmijëri dhe u bë mbret në moshën 30 vjeç. E dini çfarë ndodhi gjatë viteve të tjerë? Ai kaloi në përshpella, i fshehur nga Sauli i çmendur, i cili donte ta vriste atë. Dhe ai vazhdoi të bënte të drejtën, e të bënte të drejtën, e të bënte të drejtën. Po ju pyes për diçka, a mund të bëni atë që është e drejtë ndërkohë që gjëja e drejtë akoma nuk po ju ndodh? Forca, dikush ka nevojë që ta them përsëri këtë. A mund t'i trajtoni mirë ata njerëz që akoma nuk po ju trajtojnë mirë? E dhimbshme. Kjo është e dhimbshme. Këto gjëra mësoni në Universitetin e Shkretëtirës. Ju mësoni t'i bindeni Perëndis pavarësisht nëse është e rehatshme apo e volitshme. Mësoni të qëndroni aty ku Perëndia ju thot, edhe nëse urreni atë vend. Kur Perëndia ju thot e ecni, ju mësoni si të ecni. Ju mësoni se jeta juaj nuk është më e juaja. E përdorni vullnetin tuaj për të bërë atë që Zoti do.
Për çdo gjë që ai thot, ju keni vetëm një përgjigje: po Zot. Po Zot. E dini, është diçka që Perëndia e ka vënë në zemrën time gjatë këtyre viteve. Dhe mendoj, së pari ai thjesht po ma bënte të ditur. Do të vi një kohë kur do të dua të bësh këtë. S'është diçka që dua ta bëj. Thjesht nuk dua ta bëj këtë. Më kushton shumë para, më shumë nga sa dua ta harxoj. Dhe vërtet që s'dua ta bëj këtë. Por dje thjesht mendova, e dini çfarë? U lodha nga kjo gjë, më mirë do ta bëj këtë e ta mbaroj sa më parë. Kur Perëndia vazhdon të bezdis për diçka, apo vazhdon Perëndia të bezdis në lidhje me diçka? Forca, mos flini gjumë tani, do t'ju jap një sanduiç më vonë. A ju bezdis ndonjëherë Perëndia për diçka, me fjalë të tjera, ju thjesht vazhdoni, është njësoj sikur është si një puçër që se kruani dot. Thjesht nuk largohet, e vetmja mënyrë për të fituar paqen është të thoni po Zot dhe ta bëni atë. Dhe harojeni se sa shumë duhet të sakrifikoni apo se sa e vështirë është. Çdo gjë që Perëndia na kërkon të bëjmë, na e kërkon ta bëjmë për të mirën tonë, jo të tijën. Forca, çdo gjë të vështirë që po ndodh në jetën tuaj tani, sa nga ju e dinë se Perëndia po u kërkon të bëjnë gjëra të vështira tani? Forca, pa të shojmë, në rregull. Më lejoni t'ju jap një pjesë zurtësie. A jeni gati? Bëjeni dhe mbylleni atë punë. Shpresoj të keni udhëtuar nga larg për të dëgjuar këtë nga unë. Thjesht bëjeni dhe mbylleni atë punë. Dhe ndoshta sonte mund të flini. Edhe vetë Jezusi kishte vite heshtjeje. Dëgjojmë për të kur ai lindi, kur ishte vetëm 8 ditësh, asgjë derisa ai u bë 12 vjeç, pastaj asgjë sa u bë 30. Dhe e vetmja gjë që Bibla thot për Jezusin gjatë atyre viteve është se ai u rrit. Wow. Sa nga ju e din ç'do të thot kjo? Unë e di ç'do të thot kjo. Po them, isha fshehur në bodrumin tim duke bërë studime të vogla biblike. Dhe unë u rrita. Zvesha më pantallona të shkurtra e spija cigare kur jepja mësim. Perëndia im. E pata të vështirë të lija cigaren, pija cigare e kisha filluar kur isha 9 vjeç. Lavdi Perëndis. Tani e them këtë dhe mund të më godisni me gur po të doni. Nuk mendoj se cigaria do t'ju mbaj jashtë qiellit, ne si jemi shpëtuar nga që nuk pim cigare. Por, është vërtet një zakon i keq që është i shtrenjtë dhe i dëmshëm për shëndetin. Dhe kështu, ishte diçka që Perëndia donte të hiqja dorë, sepse pavarësisht si e gjykoni ju, shumë njerëz të tjerë e ndjejnë se është e gabuar dhe Perëndia na thot se ne e dimë edhe pse kemi lirinë të bëjmë shumë gjëra, jo çdo gjë është e përshtatshme apo më e mira apo e drejtë që ta bëjmë. Dhe kështu Perëndia na ndryshon pak e nga pak, pak e nga pak, pak e nga pak. Ne kalojmë gjëra, pastaj duhet të bëjmë një provim. Nëse se kalojmë provimin, atëherë duhet të përsërisim klasën. Sa nga ju janë në Universitetin e Shkretëtirës tani në jetë? A nuk është mirë? Dëgjoni, dua të them, ju e kuptuat këtë, ju e dini se çfarë po bëjmë këtu. Shumë vite heshtjeje. Jezusi, Luka 4, plot me frymën e shenjtë, u kthye nga Jordani pasi ishte pagëzuar dhe fryma e shenjtë e Perëndis e çoi atë në Shkretëtirë. Po ju them diçka, ka shumë gjëra për të cilat ne fajsojmë djallin. Dhe ka shumë gjëra që ai bën për të cilat duhet ta fajsojmë, por ndonjëherë vullneti i Perëndis do të na çojë në vende që janë shumë të parahatshme. Forca, apo më dëgjoni ju atje lart tek balkonet?
Ndonjëherë, vullneti perëndis do të na çojë në vende të parehatshme, sepse ne nuk rritemi kur çdo gjë është ashtu siç duam ne. Ne rritemi kur gjërat nuk janë siç duam ne të jenë dhe kur veprojmë ashtu siç Jezusi dëshiron që ne të veprojmë. E dini, ndonjëherë Perëndia do të na drejtojë në dhe përmes vendeve jo të rehatshme në jetën tonë. Por kjo është gjë e mirë. E dini pse është mirë? Sepse disa nga periudhat më të mira të rritjes son frymërore vijnë nga ato vende. Më pëlqen të them se kur kemi dhimbje dhe vazhdojmë të bëjmë të drejtën, po rritemi. Kur nuk na dhem, po shijojmë rritjen që tashmë kemi arritur.